Komisioni Rregullator pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk arriti të zhvillojë mbledhjen e planifikuar këtë të shtunë, e cila kishte në rend të ditës shqyrtimin dhe miratimin e 4 projekt vendimeve për zgjedhjet e pjesëme lokale të nëntorit. Shkak për dështimin e mbledhjes u bë mungesa e 2 përfaqësuesve të Partisë Demokratike, të cilët kishin kërkuar shtyrjen e mbledhjes për të hënën, duke argumentuar se kërkojnë më shumë kohë për të studiuar projekt aktet dhe për shkak të situatës ligjore të krijuar rreth procesit zgjedhor. Për shkak se do të donin më tepër kohë për të studiuar 4 projekt aktet e ardhura për shqyrtim dhe miratim. Në përgjigjen e kthyer kolegëve nga ana ime, është vlerësuar që edhe në raste të tjera, pasi kemi jo pak raste ku kemi zhvilluar zgjedhje të pjesshme për shkak të afateve të ngutshme, kemi zhvilluar shumë shpejt mbledhje për të diskutuar këto projekte akte. Unë kam kërkuar mundësisht të vlerësojnë pjesëmarrjen në mbledhje dhe gjatë diskutimeve, nëse do të lindte nevoja për të shtyrë mbledhjen, e vlerësonim sot. Gjithsesi, kolegët sot nuk janë dhe duke qenë që të pranishëm janë vetëm 3 anëtar të Komisionit Rregullator, përveç të pranishmëve të tjerë, zyrtarë të administratës, përfaqësues forcave politike dhe media, po në kuptim të vendimarrjes jemi vetëm 3 anëtar të Komisionit Rregullator, sipas dispozitave të kodit zgjedhor që rregullojnë vendimarrjen tonë. Për këto projekt vendime që kemi në rendin e ditës, do të duhet të ishim të paktën 4 anëtar të Komisionit Rregullator, pra të plotësohej kuorumi. Në kushtet kur nuk kemi kuorumin, nuk mund të shqyrtojmë projekt vendimet në rendin e ditës, e ca më pak akoma nuk mund të marrim vendim. Kryetaria e Komisionit Rregullator bëri të ditur se mbledhja do të rifillojë në ditët në vijim me qëllim sigurimin e plotë të transparencës dhe përgatitjet për procesin zgjedhor të nëntorit, duke përfshirë përdorimin e pajisjeve elektronike dhe monitorimin e votimit. Në sfond, kjo vonesë vjen ndërkohë që përgatitjet për zgjedhjet po vazhdojnë me fokus në sigurinë, logjistikën dhe garantimin e një procesi të drejtë për të gjithë kandidatët dhe votuesit.